Ai po ban keq, kur nuk po nalet të bo keq, mirë po Allahu nuk po e dënon. Pse kjo? Edhe në qyshu musliman, shumë prej njerëzve, kur bojnë keq, mi ju thanë atyne mos bani keq, thojnë, na nuk jem të bo keq. Këta i ka përmen Allahu Azza wa Jalla në librin e tina. Kur t'ju thuat atyne, la tufsidu fil ard, mos bani fesad në tokë, thojnë, innama nahnu muslihun, na veç mirë po bojna. Thot Allahu Azza wa Jalla, bashkë qata janë ata që prishin, bojnë fesad, por nuk e ndjenjë heq, nuk e din ata. Firaun, prej zullumçarëve më të mëdhenj tokës, ka thonë, unë veç pjozoj në ato çka është më e mirë. Domthon Firaun, zullumçari më i madh edhe çka ka pretendu që më të mirën pju thirrë, por më të mirën pju luti, në atë kuptimin më të mirën pju thamë me bo. Me këto do të thonë që ata që bojnë zullum, bojnë fesad, bojnë përçarje, bojnë punë të këqija, Allahu Azza wa Jall ban që ata mos me vrejt që janë të ba punë të këqija. Në atë kuptimin i len Allahu Azza wa Jall në qato punë. E kjo veç është fillimi i dënimit. Me i lanë Allahu Azza wa Jall me shku të sharu, deri kur nuk muj me dalë ma heq. Po shkak të kojna, po shkak që shka thonë Allahu Azza wa Jall, në zemrat e tyne ka smuja, e Allahu u ashton ato. A i pëdën të keqen, nuk pengon fjallën Allahut Azza wa Jall. Atëre, Allahu Azza wa Jall e len në punë të këqija. E si të pa ish dikan të vazhdu në punë të këqija, ose Allahu në rujt, e shevetën që vetëm po vazhdon me punë të këqija, ki kujdes, për shkak se kjo është fillimi i dënimit Allahut Azza wa Jall. Allah në rujt.